Moderatori i njohur Ledion Liço ka bërë një reagim të tërthort në rrjetet sociale pasi ish banori Big Brother VIP Xumallushi e thumboi publikisht duke ju referuar zërave për një krizë të mundshme mes tij dhe Sara Hoxhës. Kohët e fundit, vëmendja e medias u përqendrua te ish banori Xumallushi, i cili e ktheu ironinë e Ledionit për proteinat me një koment publik. Më kanë thënë që të ka lënë gruaja, ku do i gjesh lekët që të hash bukë ti, duke ju referuar zërave për një ndarje të mundshme mes moderatorit dhe Sara Hoxhës. Pas këtij fundi, Ledion Liço ka shpërndar një fotografi në Instastory me një thënie të shkrimtarit Mark Twain, e cila shihet si përgjigje ndaj situatës së krijuar. Në thënie të ilustruar me foton e një qeni shkruar: "Nëse ushqen e kujdesesh për një qen të braktisur, ai kur nuk të kafshon. Ky është dallimi mes një njeriu dhe një qeni." Ky postim, edhe pse vjen pa një adresim të drejtë-për-drejtë, interpretohet si një mënyrë elegante e moderatorit për t'ju përgjigjur atyre që e kanë sulmuar dhe kritikuar në rrjet, duke përfshirë ironitë e fundit të Xumallushit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.